që shkoj në Gramsh, në Skënderbekas, të Gramshit që unë isha vetë vjetë dhe një nga gjërat që më bëri përshtypje nuk shuaja do të marrin e Tomarit për shkak të tymit të madh që kishte zona. Shko, për fatin e keq, gjatë viteve të fundit, po themi 15-20 vitet të fundit, sipërfaqja e djegur te kalon jashtëzakonisht shumë kapacitetet dhe mundësitë e vendit për të marrë me pyllëzime. Në parantezë, të them që në 2024, që u deklaroi viti i pyjeve, janë ndjekur rreth 50.000 hektar dhe vitin e kaluar, 2025, janë ndjekur rreth 60.000 hektar. Ka ardhur në rritje. Në rritje dhe këtë vit jemi tek 10.000 hektarshit, thash statistika nuk është e plotë. Besoj e mbani mend dhe ju që 2024 u deklaroi viti i pyjeve, ku bashkitë, institucionet do të mbillnin dhe nga rreth 50.000 hektar që u dogjen atë vit, janë mbjellë 150 hektar. Është diçka që s'ka asnjë lloj logjike krahasimi, as nuk e vlen për të krahasuar, por meqense ndonjëherë njerëzit apo audienca është kurioze për të ditur, në Facebook është bërë qametja, thua që është gjelbruar planeti, ndërkohë që në fakt sipërfaqja e pyllëzuar në terren është inekzistente, pothuajse aq më tepër që ne pyeti masën me hektar, pra kur themi zjarret janë ndjekur kaq hektar, 1.500 apo 10.000 hektar, mbjellja raportohet me numër fidanësh, pra për të dukur në sytë e audiencës, në sytë e njerëzve sikur çfarë po bëhet, ndërkohë që në 1 hektar duhen mbjellë rreth 2.500 fidan, por nuk thot njeri që është mbjellë vetëm 1 hektar, por janë mbjellë 2.500 fidan në mënyrë që veshit gjuzëve të duket sikur çfarë është bërë. Goxha interesante, po sa i përket mënyrës së, më themi, pyllëzimit natyral, pra shtimit të druve ose pemëve në mënyrë natyrale, si funksionon, sa kohë duhet, se mbase mund shërbetet si ndërgjegjësim për ata të cilët tregon të pakujdesshëm në momentet e caktuara dhe janë një nga shkaktarët e dëmeve. Kushdo që ka jetuar në fshat e din historinë se si zhvillohet pylli, sa kohë i duhet një pylli, por meqense tashmë, si thuaç, është urbanizuar shumica e audiencës apo shumica e banorëve të Republikës së Shqipërisë, thënë që për shembull pyjet që janë ndjekur në Dajt kanë qenë rreth 200 vjeçare. Ai duhet 200 vjet natyrës të ribëjt një të gjë, kuptohet nëse nuk bie zjarr pasardhës pastaj, sepse nëse bie zjarr kuptohet që kjo periudhë 200 vjeçare shtyhet. Në shumicën e rasteve pyjet e djegura janë rreth 100-120 vjeçare, pyjet vjetra praktikisht, që është kohë jashtëzakonisht e madhe për një gjenerat njerëzore për ta ribërë këtë gjë, ndërkohë që për fatin e keq fondet për mjedisin, për biodiversitetin, rrugën e natyrës dhe për pyjet akoma më shumë janë minimale. Ne ecim, operojmë bazë projektesh me ndihma të huaja, por problemet nuk i zgjedh një projekt, nuk i zgjidh një donator i vetëm, sepse nëse marrim gjithë sipërfaqen e shpëzuar këto vite, pra minimalisht 100.000 hektar, bazuar mbi kostot aktuale që kemi për ripyllëzim, pa shërbime mbështetëse e tjerë, kjo kalon 2 miliardë euro, po dhe më shumë, rast pas rasti. Fatura për të ripyllëzuar sipërfaqen. Për të rikrijuar sipërfaqen e djegur. Kështu që është diçka që asnjë lloj qeveri, asnjë lloj buxheti as nuk e merr përsipër, as do ta dëgjoj këtë gjë, ndërkohë që Gjigash edhe nëse i ke parat, nuk e kohën që patjetër s'kemi edhe njerëzit tashmë, sepse shpopullimi ka krijuar një nga arsyet edhe e këtyre zjarreve që nuk po i menaxhojmë dot, është edhe shpopullimi. Në fakt ne nuk kemi njerëz më në zonat kyçe rurale ku njerëzit mund shkojnë më herë tek zjarri. Pra gjë e parë që bëjnë edhe në fshat tani, marrin emergjencat, marrin zjarr fikse dhe nuk shkojnë vetë tek zjarri, sepse ose janë moshe e thyrë ose të pamundur për të vajtur atje, ndërkohë që më përpara ka qenë krejt e kundërta, pra zjarr fiksit ishin të fundit ato që vinin te zjarri për t'i dhënë atë dorën e fundit, si thuaç, sistemimin e sipërfaqes, ndërkohë që personat e parë ishin banorë të fshatit. Gjithkush që ka lindur është rritur në fshat e din si nizet një zjarr, din si fiket një zjarr, kështu që nuk ka nevojë për shumë njohuri kjo. Ndaj e keqardhja më e madhe personalisht për mua pikërisht kjo është që njerëzit duke humbur lidhjen me natyrën, kërkojnë çdo gjë, zjarr fiksit, emergjenca civile, helikopteri, avioni, ndërkohë që do të ishin vetë ato të parët që jetojnë në atë zonë të japin kontributin të angazhohen. Ndihma nga ajri është gjithmonë e mirëpritur dhe të jep një avantazh shumë të madh, veçanërisht në fazat e para të zjarrit apo për të mbrojtur, si thua, një front intensiv zjarri, që mos avancojnë makinat zjarr fikse, po ashtu ndihmojnë, por ato që e bëjnë punën në terren janë njerëzit, ose zjarr fiksit, ose ushtarët, ose policët, ose banorët. Kështu që
ne jemi artificializuar shumë, kemi harruar të natyralen që lidhjen drejt për drejt me mjedisin dhe edhe nëse zjarri po vjen në oborrin e shtëpisë, nuk dalim ta fikim, ta shuajm, por marrim emergjencat civile, ndërkohë që faktori kyç në menaxhimin e zjarrit është koha. Nëse zjarrin e kap momentin e duhur, edhe në pyll e në zonë pa mundur, mund ta menaxhosh. Përndryshe çdo sekond, çdo minutë i humbur është një shans më pak për ta menaxhuar zjarrin. Për të marrë një koment fundit, çfarë duhet bërë apo duhet përmirësuar për sezonin e ardhshëm? Çfarë masa mund të merren? Shiko, lista e masa është jashtëzakonisht e gjatë. Janë disa që besojnë emergjentët. Patjetër, pra së pari ne duhet përmirësojmë menaxhimin e pyjeve. Duke qenë se pyjet i kemi të pa menaxhuar, biomasa e thatë që bie në tokë është jashtëzakonisht e madhe. Pra ne nuk bëjmë punime silvikulturale. Së dyti duhet punojmë shumë me parandalimin. Sa më shumë të investohet ke parandalimi, më ulët dhe më lehtë është kosta menaxhuese situatës zjarre. Së treti duhet rrisim monitorimin në terren. Pra këto rastet e identifikimit të personave potencialisht piroman, sepse duhet provuar nëse janë apo jo të tillë, duhet të shkohet deri në fund hetimeve të tilla. Nëse ne shuajmë një zjarr sot dhe nuk ndëshkojmë një piroman, kemi mbyllur këtë problem, por nuk kemi parandaluar zjarrin e ardhshëm. Kështu që kësaj gjëje duhet të shkohet deri në fund. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që duhet të rikthejmë njerëzit tek natyra, tek pylli, pra njerëzit mos presin emergjencat civile apo zjarr fiksit, por të jenë vetë në menaxhimin e situatës në piknisjen e zjarrit, derisa, si thua, forca aktive për menaxhimin e tij të jetë prezente në terren. Inxhinier, shumë faleminderit për gjithë komentet tuaja. Shpresoj që këto bilance apo këto listë që sapo prezantove ta kenë dëgjuar dhe të merren masa për vitin tjetër, sigurisht qytetarët janë ndërgjegjësuar se dëmi që shkakton nga një pakujdesi ka pasoja shekullore. Absolutisht. Shumë faleminderit që ishit pjesë e Faleminderit juve. Vijmë me tjera informacione. Partia Socialiste me në krye Edi Ramën ka ndezur motorët për zgjedhjet e ardhshme lokale, si në mënyrë për të qenë të parët pranë qytetarëve në një moment protestash, hatërmbetje brenda të majtëve. Rama vendos të ngrejë një tjetër platformë online ku shqiptarët mund të qajnë hallet. Në nisje të vitit të dytë të mandatit të katërt, qeveria e Edi Ramës po merr një pasqyrë unike që të shohë më pastër hallet e qytetarëve që qeveris prej 13 vitesh. Çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo hall i qytetarit, pasqyrë Albania, ku qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet. Një platformë e re online të cilën Edi Rama ka zgjedhur të luaj edhe me terminologjinë, duke emëruar sektorin e ankesave si Flamingo Albania. Simbolike në protestës gati 3 mujore për largimin e tij, Rama e marketon politikisht në dokumentat e qeverisës. Konsistoi pak kënaqësive në shesh apo në zonat elektorale para zgjedhjeve lokale, Rama u servir një platformë online për t'u ankuar dhe më pas ta ndjekin shqetësimin e tyre. Por, kjo nuk është një risi, thjesht një ribrandimi një tjetër platforme aktuale si Shqipëria që duam.al, e krijuar në nisjet e mandatit të dytë. Një gjë është e sigurt, shqiptarët do kenë mjaft hapësira online për të